Po bëjtësion e si fëmi kom punu. Për herë pare moj mend 12 vjetë kër i kom pas traktorit i kom livru. Nuk e kam atë problem që punoj që jam qytet hyq. Nina krenar edhe që jam qytetar edhe që punoj. Sa hektar ose sa ari tokë? Po dikon afërsisht 50 hektar lavertari. Edhe livalla i punoj dikon një 20. Po në bujqësi 3, 4 ose 5 vjetë njëherë ta kop mirë. Nëse kop mirë njëherë do më thonë me 2 bereqetet që shtojnë populli e shtyjnë edhe një 2-3 vjetë. Ten shumë ja kom po hojrën, jashtë zakonisht shumë se me qitë punë mboj edhe familjen. Tash dikon mesatarisht me llogarit 50 hektar, me i kalkulu si ma thjesht, eventualisht një 15.000 euro s'po. Kom kultivu edhe patate, po të e pas parasysh mungesën e punëtorëve, nuk muj me bo ball me shku me lut një punëtor, hajde adin. Kështu që kom thonë vetë çka e punon makineria. Tash punëtor nuk ka mo. Një fjallë, çka do që të punësh, mos me ndo punëtor që. Edhe që ta që jënë met që thujnë kategoria e fundit. Nuk ja vlen më mirë me punëtor, as pak s'ja vlen. Ai më konë që o punëtor, ai punon të vete, nuk vjetë e jam ja heq. Të jena dhe më thonë norat e tua, në tokën tone? Po, me qera. Me qera? Jo personalisht, po i kemi me qera. Ti je bojk që punon tokën, sa hektar ose sa ari tokë? Po dikon afërsisht 50 hektar lavertari. Vetëm lavertari dikon mi grumbullut në total dalin 50 hektar. Do me thonë i punon rreth 50 hektar? Lavertari po. Edhe livalla i punoj dikon një 20, minimalja 20 deri në 30 hektar, 25 hektar minimalja. Ma komplet i përfundoj edhe ato. Na këtu jena do me thonë Lipjan, jena në qytetin e Lipjanit. Edhe po më duket pak interesant kjo pjesa se qysh në qytet nështë njerëzit po merren me bujqësi. A ke pos nëherë, si ti ke thonë edhe intervista tjera, a edhe njerëzve tjerë ju ka duk besoj interesant edhe me jetu në qytet, edhe me pos edhe me punu tukën do me thonë bashkë në qytet. Po. Qa me ndonë ti për këtë? Po, dëgjone besoj që tuka do të më punu pavarësisht ku. Është për motor të ketë, shembull që këtë tukë bujqësore, mu bën tukë ndërtimore, po kupton? Është për motor të ketë, po tash nuk varet për me edhe. Po, unë kam qef, na si fermerës, si bëj që na ku të shumë një tukë, pa punu me nga shkëmendje kujna është. A vedin, kështu që nuk e kam atë problem që punoj që jam qytet hyq. As bela është nina krenar, edhe që jam qytetar, edhe që punoj. Lipjani njihet që i ka edhe tokën edhe relievin kështu ma trafshët edhe i mundësuet do me thonë njerëzve me punu. Lipjani e ka tokën shumë të mirë, shumë pjellore, po edhe është shumë e rame punu. Pse po shumë e rame? Po është tokë e zezë, e dënë mjaru kuhen fort, edhe vetë që e dënë makinerin shumë të madhe, për me punu shumë mirë dhe shumë shpejt. Për ndryshe me traktorat vogël, këto mirë së në punën. Do më thonë, në kulturat misrit, lavra do më bo shumë e fejlë. Kurse të gruri është pak më ndryshe, më është dhe me traktor të vogël. Bunjamin, apo më tregon që sa ku mirësh me bujqësi? Po bujqësion e si fëmi kom punu. Apo pëtën, do më thonë, bujqësisën e herë për herë pare moj mend 12 vjetë kër i kom pas traktorit i kom livru. Kështu që 10 vjetë, 12 vjetë punoj intensivisht. Sidomos 10 vitin e fundit intensivisht punoj. Do me thosë si fëmija ke nisë dhe ato e ke po nështë se për shkak se secili prej neve nështë ma herët jemi mirë shumë me bujqësi ose blektori ose qka ka të bëj me punë të fshatit, e thëmë kështu. Po sot apo shenë ndryshime Bunjamin. Mund ka ra me shkuna për shumë fshatra, në për shumë vende dhe nuk po merren mo as me bujqësi, as me blektori, do me thosë shumë pak. Po ndëgja, unë ndëgja, mas pare, për shembull, unë muj më mburë, po është këtë, pse sot punon makineria dhe teknologjia. Nuk më është me kry punën mirë me një makineri shumë të vjetër. Edhe nuk më është mi punu 50 hektar mirë me një makineri shumë të vjetër. Nuk më është. Më është mi punu të tojnë puna market, po rendimenti edhe bereqeti më nuk kanë shumë i vogël. Edhe koha është, sidomos në vjeshtë shumë e shkurt. Ti do të mi kry në kohën e shpejt, kohën e dorë edhe sa ma shpejt, sa ma mirë. Apo më tregon tash ti këtë që kitë në djellën, edhe do më thonë është këta që ke monë me qërok, sajt ne edhe të... Po këto i kam dykon më zgabufsha, në bjellën janë një hektar e 80 janë grur, edhe një 30, 2 e 40, edhe 3 hektar janë misër. Po këto vlen me cek se këto e kom bjellë misrin pak ma shpesh, 20 cm distancë,
për arsye që menoj mi bu me ujitje me sistem të ujitjes. Unë menoj që të pas parasysh klimen, këto 5 vitet e fundit, besoj që pa ujitje, më me thonë ose është humbje kohe, edhe mos flasim edhe humbje materiale. Qashtu në shaf. Nuk ka që funksion. Po ndëgjo, këtë duhet, unë menoj që më mirë është 3 hektar me ujitje, se 10-15 pa ujitje. Qashtu është matematika jam, por në ryshe që 4 vjet ose 5 nuk ka pas thatësia të madhe shumë, edhe nuk ka pas rendiment as pak. Bile vitin e kalun, ja kom dhënë ora veç më mi pastru. Më thonë për sillar, se s'ka pas kur që thojti. Pse, do më thonë kushtet atmosferike? Kushtet atmosferike në konë shumë thotë, edhe pse lavrimin e bëj me plug shumë të madh, dikon kur i livroj për misër, dikon rreth 50 cm fellë livroj. Për misër, se i kam plugjet çështë special për lavra të fella. Këtë pjesa e bujqësisë është pak edhe në dorë të Zotit, se nuk mund të ta dëmton është tani më ti keq krejt këtë punë që atë e ke bë. Dëgjoj, nëse thojna pak në dorë të Zotit, thojna shumë gabimisht. Çdo sen në dorë të Zotit. Po, padisht. Vërtet, çdo sen. Domethënë, ti mundesh me mirë krejt, po çdo Zoti më fol bereqet e thon. Ti kosh më fol. Këtë shembull e kena bu për momentin gruni është shumë fast të mirë. Po një kokrës 3 ditë pa hi kombaja është konkret e prish. Vetëm kështu që çka djet prej Zotit mirë se vjen, po pej neve është me vadit. Tek misri po fol. Por në ryshe po gruri është më rezistent. Po gruri është shumë më ndryshe për shembull, se te në fillim çeshurit po koshina. Domethënë kjo si t'ja bëj hijet vetit më nuk ka problem shumë. Është çeje. Do thonë gruni e vetë një shi i vyn edhe përfundon më misionin e vet. Okej. Edhe tash deshta me të pyetën e ty, sa don investim për shembull, te misri, te Po të kallëzoj, me punu qysh punohet, jo me bo hajgare. Unë i kom bo te gruri po të kallëzoj mas pari. Domethënë e kom bo 3 herë plehrimin, jo një herë, po 3 herë. Një herë vjeshtor e kemi bo me MPK 316. Pastaj e kemi bu pranveror me uri me 250 dhe 275 kg, edhe fazën e tretë e kemi përfundu me nitrat me 200-225 kg. Kështu që në total me marë, me qirave, me krejt, me logaritni, në total me logaritni, del 800 dhe 850 euro hektari dhe në kombaj. Ape kopton? Okej. Për me punu qysh dohet, 800 minimal dhe 850 euro del 1 hektar grur. Kurse tek misri dallon me ujitje pa ujitje. Pa ujitje dikon me punu qysh dohet, me farë edhe ple e pesnicide, dikon sile nga 500 dhe 600 ose më thonë edhe 700 me qiramësht. Pa ujitje. Me ujitje është minimal edhe 500 euro më shumë. Pa diskutim që ka dhe shpenzime tjera dhe fakti që nështë e ki edhe me qera shumicën e tokës dhe krejt kjo, po duke marrë parasysh që ti punon në rreth 50 hektar tokë me livrim, the? Po. Investim kogja i madh. Kogja i madh. A ka ndodhur ndonjëherë me bon është 100.000 euro investim edhe në fund mos me të mbet asnjë? Ndëgjo, këtë çka jo breshën fatbarësisht kemi pas pak jo në fazat moja, shumë pak dëmtun në breshni, kurse dëmtim e mojmen para 3 vite u konë nga lagështia e madhe te gruri. Domthonë rendimenti e mor një farë lloj smundje, thëshin do ndryshke, do nuk e di çka qysh tek, po e di që aty rendimentin me kemi pas 2 deri në 2.5. Pranvera ka pas fillu mirë, por shumë shi edhe e ka dëmtu grunin. Aty e di që e më dëmtu në 15 hektar dhe kon 3.000 euro. Veç punës, veç punës 3.000 euro. Po, ndëshë, bujqësia matematik nuk ka. Me punu, duhet me punu. Po nëse punon mirë dhe pastër, besoj që javlin. I ka vështërsit e veta çdo punë, shtresin e vështërsit api bjeshia, api merr koha. Po, tash duhet me punu, ina hin që t'la mimo, se kem jet me andru. Ja ke pohojrin bujqësi. Shumë.
për shkak se ti punon shumë, pa diskutim edhe me vllaznit e tu edhe me familjarët, ndoshta merrni edhe me pjesën e blegtorisë, po ti personalisht a e ke po hojrin bujqësisë? Edhe qysh? Po të them drejtën, shumë ja kom po hojrin, jashtëzakonisht shumë, se me qitë punë mboj edhe familjen. Tash dikon mesatarisht me llogarit 50 hektar, me kalkulu si ma thjesht. Me nxjerr 200 deri në 300 mesatarën e fitimit, 50 hektar i bën një eventualisht një 15.000 euro s'paku. Okej, afro 15.000 euro. Po 15 minimal ja, po kuptoj. Po me marr koha, me shku me favorizu edhe misrin, edhe grurin, besoj që ja vlen. Po në bujqësi 3, 4 ose 5 vjet një herë ta kop mirë. Nëse kop mirë një herë, domethënë me 2 bereqetet, që shtojnë populli e shtyjnë edhe një 2-3 vjet. Po të pos parasysh klimen, vlen me cek që dikon 70% sipërfaqes po shkojnë me grur, deri në 80%, edhe 20% me misër, për arsye të klimës, domethënë thatësi të mëdha, ose me një fjalë 2 vite grur, 1 vjet misër. Po për shkak se që që thamë edhe ma herët, këtë siguri nuk ka, po nashta edhe që e bën punën edhe... Ja, siguri s'ka. Këto, ndëgjë, siguri s'ka, edhe ma e keqe e soj është edhe që për shembull na jemi edhe me qira. Ta mantenërisht token, thët s'ta jap. Ti s'ma është me thonë ta jap, se toke huj është. A vedin, po ka shumë njerëz që janë shumë edhe nuk më pëlqen shembull që thonë një rrit subvencionet. Një rrit subvencionet, dhe kuptoj që 450, edhe jam shumë falenderues ndaj qeverisë edhe ndaj ministrit që i ka rrit, po një rrit vlerat. Shembull 7 euro, 6 euro gjysë kena marrë një thesuri. Tash ti ki 14 euro, 15 euro një thesuri. Domthonë rritjet e subvencioneve i mbolojnë rritjet e çmimeve. Më në bazë, farës edhe pleni. Me një fjalë, shumë thjesht me ka zë. 500 euro për para ka kushtu 1 hektar grur deri në Kumbaj. Para 4-5 vite po fuli. Tash te ki 800 deri në 800-850 euro 1 hektar. Domthonë 350 i bën çat pjesën shtesë të rritjes subvenciones, i bën rritjeve që i kemi bazë plenat e farat e çështë. Ti merresh moti me këtë lami, me këtë pjesë edhe kryesisht i kultivon grur, misër, edhe... Kom kultivu edhe patate, po të e pas parasysh mungesën e punëtorëve, nuk muj me bo ball me shku me lut një punëtor, hajde, adem, kështu që kom thonë vetë shka e punon makineria. E deshta me të pyte kjo pjesa për shkak se që thashë edhe ma herët sot, sidomos rinia nuk është po dojnë fort më mirë me bujqësi edhe blegtori. Keni pos probleme, edhe pse a keni ofru në ashta një pogë gjatë knaqshme, qysh kanë qenë justifikimet që një punëtor s'ka dosht me punu në bujqësi? Ndëgjë, tash punëtor nuk ka mo. Me një fjallë, qka do që të punësh, mos me ndo punëtor që ka. Edhe që ta që jenë met që thujnë kategoria e fundit. Nuk ja vlen më mirë me punëtor, as pak s'ja vlen. Po ai më konë që o punëtor e punon të vete, nuk vjetë e jam ja heq, me një fjallë, vedin. Kështu që do të me shku mi lu do njerës të pavlerë, vedin. Ta shto e pas parasysh që ai është i pavlerë, po s'po ki qare me lu, kështu që e kom marrë vendim veç ka e punon makineria. Shemull së përzaj. Para 2-3 vjetë, para vitin e kaluar, para 2-3 vjetë kom mjedh patate, tash sa ujiti patate. 3 ujna, mja dhonë misrit të pakten, se 5 ujna e përfondon verën. Domthon 5 ujitje të mira mja bu. Po me 3 ujitje, këtu minimumi 5 ton deri në 8 ton shkon. Me 5 ujitje, 8 ton deri në 12 ton hektari. Me ujitje po foli. Kështu që ma të arsysh me kom po me ujiti misër se sa patate. Okej, se për shkak se nështë duhet fuqia punëtore. Ska fuqi punëtore, veç që s'kemi fuqi punëtore, edhe çmim nuk ka pas. S'ka pas çmim, edhe kështu që jam detyruar me hi çato që i punoj vet. Këto për shembull, po misrin zakonisht misrin e pres deri të bjen lagështia se kjo është fare hershme. Deri të bjen lagështia nër 14%. Nër 14% është e sigurt që nuk prishet. E kam garazhat, i kam magazina, nuk e kam nëse ka çmim të arsyeshëm, për 2-3 cent nuk e këqyri, apo dhe ma nëse shitet 25-27 cent kilogrami, nuk ja vlen për 2-3 cent.
E a është çmim tash të 27 cent, a është çmim i kënaqshëm ndoshta për juve për shkak se po bëhet gjithë Po ndëgjë. Nëse flasme tek miset, tek kultura e misrit. Nëse ki me ujitje tek misri, thash 8 tën, 10 tën mesatarja. Ka 27 cent javlen. Apo këto me ujitje, pa ujitje s'javlen. Pa ujitje ti më t'i qitë 2 tën shamall hektari, ti edhe 50 cent me shi. Është minimum. Kurse te gruri, me 18 cent, është mjere. 18 cent kilogrami. Po foli për vitin e kalon. Shpresoj që si vjet shkon të pakte 22 dhe 25 cent. Por arsye që jam shumë i sigurt të marr parasysh qysh po sillen gjërat që mbjellja më thonë për vjeshtore ku më kon dikon nga 15 deri 20% më shtrejt se sa vitin e kalon. Nëse na këtë vit nuk e shesim 22 cent deri 22 cent për llojin minimalin, na vjesht kemi me për 15 ose 20% më shtrejt mbjelljen domethënë. Kështu që inshallah do Zoti, po ne besoj që ja vlen edhe me cekse është mirë edhe shteti mi ndal të paktet te gruri për një 3 muaj ditë mi ndalin importit. Që me pas se ka pas shumë ankesa ndoshta që gruri importohet edhe prej vendeve tjera. Po ndëgjë, çdo sen që ka mungesë ka çmim. Apo kupton? Kështu që kur s'ka mungesë. Ka grur mjaftueshëm Kosovë sa që për shembull me ndalu. Unë besoj që mas mirë të është paktën 3 muaj ditë mund ndalim importi, që me pas pak mungesë. E ju mu lit më thonë ty, jalla kam sa dush, nuk kam edhe vend më ta marr, që ka ndodhur apo kupton? Ai ka marrë shumë. E më thonë ty fermeri nuk kam vend, është krema ja. E me pas me ndal importin, është më ndryshe. Ka mungesë. Po edhe çmimi do të më kanë pak më ndryshe se 18 cent, do them drejtën me 18 cent. Inshallah do Zoti nuk bëhet ajo punë, me 18 cent s'ja vlen. Dishta me të pyet Bunjamin edhe për këtë pjesën që a ka ndodhur ndonjëherë që ndoshta mos me ta marrë edhe mulliri grurin, edhe ti me asgjësua ata dhe mos me po. Mu personalisht nuk më ka ndodhur ajo punë, po ju ka ndodhur kolegëve. Ju ka ndodhur. E di shumë raste që ju ka ndodhur, ka thonë i komush ma bankerët, s'kam ku e marr. Jo mire. S'kam ku e lua, vetëm ka mujt me gjeta një arsyetim. Për shembull, 5 tona i bëhet dikon, e lën dikon ose 10 tona, po dikush që i ka 100-200 tona s'ka ku e lën. Vetëm. Po për shkak se thash edhe më herët gjitha janë pore, tash me marrni mesatare 800 euro për një hektar. Po, minimalja. Ti i punon rreth 50 hektar. Ja, dallojnë kultura, dallojnë. Po, dallojnë pa diskutim. Dallojnë, po nëse 500, 800, 650 i bën mesatare. Po ty të bjen është 30.000 deri në 40.000 euro mi shti investim edhe masanina ndodh diçka që ndoshta nuk shkon ç'është duhet edhe ti detyrohesh me asgjësua ata. Ti personalisht këtu nga fillimi duhet me menu anën pozitive. Ti ja nis pe lava, se po e mendo ato negativin që mund të më xhet, mund të mendo se se livra hiç. Po mund të mendo se për shembull po bie fjalë me ditë që shembull si vetë na shesën grunin 16 cent, mos e kisha mirë grun hiç. Apo kupton, se 16 cent ai s'mbulën as vetën. As 18 cent, as 20 cent. Na po mojnë e mëtë 23, 25 cent më shqit. Edhe këtu ja vlen me cek, ja vlen me cek, çka ja vlen, po 25 cent është fantazi. A mendon që ka me orë nështë Pa mor mosa shteti nuk besoj që vjen ajo. Se na përfaqësu që i kem do të lehta për një farë. S'pja për mene emën, apo na përfaqësuaj. Apo flet për Lipjonin Po në përgjithësi po flas, domethënë ata qysh janë përfaqësuesi mullin, se di çysh i thonë. S'm kujtohet. S'po kanë çmë për mene emën, shama se po zoj, ai na shtë na përfaqëson neve, po aty kur shpina si dhan pe traktorit. Tash kush po të përfaqësu që ai nuk e di çka është, çka puna, çka është stresi, çka janë mundimet, çka është shumë e keqe. Po prismi me marrë mosa për shtetit, më na përkra pak, më na mbrojt me çmim. Çka ju ka ndihmu shteti për dallim, se ti e ki një jetë që merresh me bujqësi. Çka ju ka ndihmu shteti për dallim, domethënë këto vite për dallim viteve tjera? Dëgjoj,
Këtu besoj që gjithkush e pat vizionin e vet. Unë e foli thjesht edhe qartë. Anën pozitive dhe anën negative. Ana pozitive e Fatën Pecit na ka ndihmu numër 1 te kon që ka ndikuar te çdo fermer që na ka hek fletat poseduese. Unë 10 maksimalja 15 hektar nuk u mujt me apliku më shumë. Ose du me shku me dallavere me rrena, po kupton. Je koni dytyrun me bua atë punë. Domethënë numër 1 ti ka hek fletat poseduese. Sot me desh me shku me apliku, më hap aplikimi, unë orat e mia për smenshi di 20 minuta, 30 minuta komplet i përfundoj. Se që ndroj kultura, që e komjellën e di. Kurse ana negative është tek vonesat. Domethënë, tek vonesat e pagesat. Unë besoj që përfundimtarja e pagesat, ku qëndron problemi nuk e di a mungesë stafet apo mungesë mjetër, atë pjesë nuk e di jo në saktësisht. Po pagesa maksimale tek fermer që duhet me përfunduar është 1 tetori, 15 tetori. Është përfundimtarja. Pse 1 tetori? Se atëherë filloj me përgatitje për me lavrimin, me përgatitjen e tokës, me mbjellje. Neve na duhen paret. Që tu edhe tek rritja, për shembull tek rritja, sa i përket anës të misit me subvencione, jemi të kënaqur. Nuk mëj me thonë që kesh 330. Te gruri, jemi edhe aty jemi shumë të kënaqur, nuk ka keq. Dikon mesatarja 400 deri në 450, po unë i bëj apel ministrit tashëm që çdo rritje që të bën, për me shku direkt tek fermeri, le të shkon tek rritje e rendimentit, domethënë tek pagesa me rendiment. Pse me rendiment? Me bu me sipërfaqe, mund të ta marr ai pronari i tokës. E rendimentin e grurit të çojën ato së ne merr. Që aty e shofën një përparsinë se ai na e përparsin këtë aspekt. A mundesh me na fol sfidat më të mëdha që janë nështë që ti personalisht dhe kolegët e tu i hasnin bujqësi? Diçka që nështë kishe dosht me ndo dhe me ata që se din mundin edhe... Po në të gjë, sfida më e madhe që unë personalisht po folja, nështë edhe çdo fermer, është tek parcelat që kemi me qira. Ta jep, jo këshirë më të rritë qirohen, jo të t'ju në rritë subvencionet, apo ndë më që është fa ignoranta, i në rritë subvencionet, a nuk e këqyrë qmimi sa ka një ores, edhe sa është. O për dhe mena që ti po bu është qirak. Që kjo është për mendim temin, është sfida më e madhe, që e kam pak si, që më tanë si... Si diçka që mundesh me cek, po ti nuk i të folë veç për vetin, Ja, në problem hosin edhe shumë bojqë tjerë. Po, edhe tek bojqët është edhe një problem për shembull që unë e shoh për shembull se ka edhe pe bojqët që më i thonë jam pak si ju korrekt si shkon për shembull edhe kështu më të arrit qirona, po din. Po. Shembull ti e ke 150, ai thot po ta marrën 200. Ka dha si bojqësh. Ata s'm pëlqejnë ata tipa. Do me thonë për inotin tënë? Po, për inotin tënë, po. Po, me ta rrit, jo, nuk që për shamot se bëzën, që ta ore kam 150 qiron, a i tjetër e thira prënorit, atë e unë për të jep 200. Prënori shumë lastik, ose shumë i dëpë mund me thonë, të më thirë mund telefon, thotë ej, a i për me jep 200. Ty e ki pruarën, e ki në rejqë mirë, është në fasë të mirë, je detyr, unë mi arrit. A për këpëtën, sa i tjetër, thotë, jep 200, ose është pronari tokës, më konë edhe dallë vërgji, thotë filoni mi ka dhonë, ose se për me, për më jep 200, këshirë më të arrit, apo e din. Që kjo, që thonë, unë personalisht e kam shumë fobia, me din. E ki pak, do me thonë, shtë halë në sy, pikërisht, halë sy, jo me thonë, mas mirë ti, e din. A ki levërdi ma shumë me ndjel misër, apo grona, apo që shumë? Ndëgjo, unë menej që levërdia me e mira, për momentin është çka do që të mjedhsh me ujitje. Me ujitje? Me përjashtim grunin. Okej. Shama se pozoj me ujitje misrin, është shumë ma lavërdi. Shumë ma lavërdi. Se 1 hektar gru t'je 5-6, që të mesatarën tënë, 5-6 tënë. Në rast e tralla shkan 7 tënë, apo din. Të s'moj me thonë, në rast e tralla shkan e. Kurse 1 hektar misër me ujitje, sillet 8 deri në 12 tënë. Unë e shoh më të arseshme, domethënë me ujitje.
Po të ashtu e pas parasysh që nuk e kemi sistemin e ujitjes, po duhet mi përzgjedh parcelat të cilat kemi edhe bunore ose puse, edhe në mrena mundësive e kemi edhe rrymën afër, se kosto e ujitjes me rrymë është për 70 deri në 80% më lirë. Na folëm për shumë probleme me cilat nështë bujqit përballën, po Lipjani ka pas shumë dëmtime dhe vërshimet e fundit që kanë në Kosovë. Ja u dëmtoj nështë naj parcelë ose naj... Po, unë besoj që mi morë në total, diko një 3 hektar më kanë dëmtu. Mua në total mi morë. Po 3 hektar nuk është pak më të dëmtu, po të pas parasysh çfarë vërshime ka pas, kemi pështu mirë. Po i kemi bu ato ankesat, i kemi qua ato kërkesat për dëm shpërblim, tash po presmi. A ka shpresë që ka me ju, ose me nxjerrni shumë Po, totale? jo, unë menoj që vetëm shpenzimet e investimit më na pagu javë të paktën apo të. Që ato të paktën ndikon 300-400-500 euro në hektar. Çfarë do të thotë ka shpresë? Po kemi, po nëse ty ti qet 200 euro për hektar, ty të ka prish një hektar, nuk ka pagu dënë shpërblim apo të. Ti minimalin e ke vesh në fillim i ke pas dikon një 400 euro ose 500 euro të investuar. Aja parcellë është prishmo. Aty s'ka rendiment. Do të thotë ky ka qenë një prej problemeve që Po, kjo ka qenë problem në janar, që ka pas vëshime dhe u kom mos gabosha në fund nëntorit ose në fund kum harru. Po që kjo janar të ka pas shumë vëshime të mëra. Kjo pjesë ka më thonë drejten të ja që u kon ujë. Drejtuj, po këto pse s'ta dëmtoj, për shkak se e ke mbjell ma vëna, qysh është? Ato që atë parcelën atje, ata e kom mirë me 13 nëntor, tani pa të vërshime, mos gabosha. E ato ma kanë zonë farën. Kur fara është e re, qitet në tokë, edhe nuk mundet me marrë oksigjen ajo, ato e prish. Ma kulminon të i ka 3 deri në 5 ditë. Çka shka mi 5 ditë veç e prish. Totalisht çaja pjesa atje është prish dhe më vetë që u mjedh ma vonë. E këtu që në dëbine, në ma të forta, ma rezistente, i kanë rezistu. Kurse ato i më detyru pej misrit, pej grurit, me mjedh misrit për mi grur. Apo kupton? E kom mjedh misrit për mi grur, e kam edhe atë pjesë me ujitje, edhe masi që e kom mbjell, pas një ove kom hi e kom spërkat me total. Në çdo baroje thonë, misri del është edhe atje është që ka dalë edhe misri.